Me që të dashur, në këtë video do të flas për largimet nga Gjermania dhe do të ketë vërtet shumë shifra dhe të dhëna, ndoshta edhe të befasishme. Ndaj, nëse doni, mund ta shikoni videon deri në fund dhe mund të komentojmë pastaj së bashku. Ne zakonisht flasim për ikjen e njerëzve nga Kosova, për ikjen nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut apo dhe vendindja e tyre në Lugin e në Malin e Zi, që është natyrisht një proces që shoqërohet edhe me reagime të shumta emocionale, kryesisht negative, sipas motos nuk duhet të ikin, po shprazen vendet tona e tjere. Në veçanti e dhimbshme për shumë kë është ikja nga vendi e të rinjve dhe ekspertëve, sepse ata lën pas vete një zbrasësirë të madhe, jo vetëm personale, por natyrisht edhe profesionale. Shumica e këtyre njerëzve kanë ardhur vitet e fundit pikërisht në Gjermani, por të kuptohemi. Ikja e njerëzve nga vendindja e tyre nuk është vetëm specialitet i shqiptarëve, por edhe i shumë popujve të tjerë. Edhe nga Gjermania largohen shumë njerëz. E këtë vit, pra në vitin 2025, është duke u shënuar një rekord i ikjes së njerëzve prej këtu, të paktën sipas të dhënave të dhënshme. Po pse iki njerëzit nga Gjermania dhe ku shkojnë më së shumti? Gjermanët më së shumti gjatë viteve të kaluara kanë ikur kryesisht në vendet fqinje. Vendi më i preferuar për gjermanët edhe më tej është Zvicra, ku sipas Zyrës Federale të Statistikave, deri në fillim të vitit 2024 kanë jetuar rreth 324.000 persona me shtetësi gjermane. Kjo është diku rreth 3% më shumë se një vit më parë, në vitin 2023, ndërsa siç e thash, sipas të dhënave jo zyrtare, këtë vit në vitin 2025 po shënohet një numër rekord i largimeve nga Gjermania. Disa nga shkaqet pse njerëzit ikin nga Gjermania dhe shkojnë në Zvicër për shembull, është me siguri mundësia më e mirë për punë, pastaj fitimet më të mëdha se sa në Gjermani, klima shumë e mirë në këtë vend, kushtet për jetesë e shkollim e tjera. Për shembull, Gjeneva dhe Zürichu në Zvicër janë ndër vendet më të bukura në botë me kushtet më të mira për jetë. Vendi i dytë ku shkon numri më i madh i personave që largohen nga Gjermania është Austria, ku në fillim të vitit 2024 kanë jetuar 232.000 persona me shtetësi gjermane, e kjo është rreth 3.4% më shumë se sa një vit më parë. Edhe këtu, një prej qyteteve më të preferuara është Vjena, sepse Vjena bashkë me Zürichun dhe Gjenevën që janë në Zvicër janë rregullisht ndër 5 qytetet me kushtet më të mira për jetë. Ndërsa, në vendin e tretë, gjatë vitit 2024 të paktën kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika këtë vit e ka zëvendësuar pra Spanjën, e cila zakonisht ka qenë dhe mbetet një prej vendeve më të preferuara të gjermanëve, ata që jetojnë në Gjermani e dinë edhe pse, për shkak të klimës së mirë, për shkak të detit dhe çmimeve pak më të ulta se sa në vendet e tjera që i përmenda deri tani. Më pas vijnë Holanda, pastaj Franca, Belgjika, Suedia e tjera. Në përgjithësi, në vitin 2024 nga Gjermania janë larguar gjithsej gati 1.3 milion persona, e më saktësisht janë larguar 1.264.009 persona. Shumica dërmuese prej tyre janë persona me origjinë të huaj, diku rreth 1 milion, por ka dhe rreth 270.000 gjerman që janë larguar nga vendi i tyre dhe ka shkuar në ndonjë vend tjetër për të jetuar. Sidoqoftë, ndër shkaqet kryesore, disa i përmenda, janë pra shkaqet profesionale, por siç e thash, këtu luajnë një rol shumë të rëndësishëm edhe fitimet më të mira në vendet e tjera, pastaj kushtet më të mira për jetesë e shkollim, pastaj kushtet atmosferike, klima e tjera. Por të kthehemi tek viti 2025. Të dhënat zyrtare përfundimtare për këtë vit natyrisht akoma nuk ka, sepse tani jemi diku nga fundi i nëntorit, por shikuar nga tendencat e deri tanishme, numri i personave që po largohen nga Gjermania po shtohet edhe në vitin 2025. E interesante është për shembull që shumë njerëz kanë vendosur të kthehen edhe në vendet për të cilat dikush ndoshta edhe nuk do të besonte se do të ktheheshin, si për shembull në Poloni apo dhe në Rumani dhe vende të tjera. Këtu nuk po flas pra për dëbimet nga Gjermania, sepse këtë vit është shtuar edhe numri i personave të dëbuar
për plot 25%. Por të mbetemi tek largimet vullnetare. Pra, largimet nga Gjermania, sepse njerëzit duan të shkojnë atje ku kanë kushte më të mira për jetë, ku kanë një perspektivë më të mirë dhe atje ku i kanë familjet, kuptohet, pra për shkaqe sociale, sepse shumë kush mendon se në Gjermani nuk i ka kushtet e duhura sociale. Arsyet e largimit janë pakënaësia me kushtet e jetës, pastaj perspektiva më e mirë, rrogat më të mira, pakënaësia me zhvillimet politike, pakënaësia me barrën tatimore, ata që jetojnë në Gjermani e dinë shumë mirë se çfarë po flas, pastaj burokracia, ka dhe kushtet e tjera natyrisht personale e sociale. Interesante është po ashtu që sipas mediave gjermane, pra nga Gjermania ka dhe largime të njerëzve me shtetësi të huaj dhe me kualifikime të larta, sepse ata thjesht nuk janë të kënaqur me kushtet që ju ofrohen këtu. Personat me shtetësi të huaj dhe me kualifikime të larta që janë larguar nga Gjermania, më së shumti kanë shkuar në drejtim të Zvicrës, pastaj Shtetet të Bashkuara të Amerikës, por edhe në drejtim të Spanjës. Të paktën kështu thuhet në të dhënat e fundit që kanë publikuar mediat gjermane. Ndër arsyet e personave me kualifikime të larta që preferojnë pra të shkojnë në ndonjë vend tjetër janë radhë të parë gjuha, pastaj burokracia, problemet me dokumentat, pastaj kushtet më të mira për jetë, perspektiva më e mirë, bashkimet më të lehta familjare në disa vende e tjera e tjera. Pra ka vërtet kushte të shumta që ata kërkojnë dhe arsye të shumta. Sidoqoftë, të dhëna zyrtare për të gjithë vitin 2025 për persona të larguar akoma nuk ka, por në gusht të vitit 2025 për shembull, Gjermania kishte një bilanc negativ të migracionit për gati 3.000 persona. Kjo do të thotë konkretisht se këtë muaj më shumë njerëz janë larguar nga Gjermania se sa që kanë ardhur në këtë vend. Po jo, miq të dashur, keni menduar vërtet seriozisht ndonjëherë të largoheni nga Gjermania dhe të shkoni në ndonjë vend tjetër, apo thjesht të ktheheni në vendlindjen tuaj dhe të jetoni atje sepse jeni të pakënaqur me shumë gjëra? E di që në video si kjo për shembull zakonisht ka shumë komente, ka edhe shumë rekomandime që të kthehen njerëzit në vendlindje, të mos vinë në Gjermani, të mos largohen nga vendi etj etj. Por vërtet më intereson seriozisht të di se a keni menduar dhe a mendoni të ktheheni seriozisht dhe cilat do të ishin kushtet tuaja për kthim në vendlindje. Nëse doni, më shkruani pra këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video sepse vërtet më duket interesant të dinë dhe të kuptojnë në veçanti ata të cilët eventualisht mendojnë të vinë në Gjermani, sepse kushtet pra në Gjermani janë vërtet goxha interesante, duhet kuptuar shumë mirë dhe duhet kuptuar po ashtu që ka lëvizje edhe nga Gjermania në vendet e tjera. Sidoqoftë, unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti.